Në 2019, ju s'keni qenë këtu kur Tërmeti, ato ditë, Sara Tërmeti, unë kam qenë gjithë ato ditë me presidentin Meta këtu atje duke parë këto ngjarjet, qelluam një mbasdite në Durrës në një familje që në Knet, që ishin vrarë gati 12 veta dhe kishte zënë ky Tërmeti 7 mëngjesit. Dhe kur shkuam aty kishte qenë më përpara një natë përpara Lulzim Basha me ata deputetët e PD-s, erdhën dhe këta dy deputetët e PD-s. Ata banorët gati na vun drun duke thënë ç'është kjo punë, s'na vjen as ndihmë, ne ju kemi votuar ju, i thonin këtyre deputetëve të PD-s. Nuk po t'i them emrat, po njëri do jetë deputet, tjetri s'do jetë, domethënë për që ishin figura në PD. S'na keni sjell as ndihmë, ne ashtu, ne kemi qenë me ju kemi votuar gjithmonë ju etj. Dhe presidenti Meta më thret mua, më thotë lutem organizo pak, morëm disa faktorë përfshi dhe ushtrinë atë kohë ka qenë Gjeneral Sallaku që ka ndjes pas ka vdek edhe ca tjerë. Dhe i sollëm atyre batanie, unë u lidha me ca kushin Djamin Kavaj që kanë tregun, sollëm ca ndihma të tjera, ujë me një kompani që na solli dhe për një 2-3 orë se Meta e mori personalisht të punë, ç'është kjo punë si janë njerëzit kështu etj. Edhe kur dolën në kafe i thotë tyre deputetëve të PD-s, thotë, "Falë", thotë. Po jo, se ne i tham Ministrisë Mbrojtjes, që Ministri Mbrojtjes, ju jeni deputetët, ju jeni njerëzit që jeni të lidhur me këta. Ju keni kaq mundësi sa t'i ndihmoni këta njerëz, është ditë e vështirë, kupton? Dhe aty unë kuptova që këta marrin mandatin, shkojnë pinë një kafe në qendër aty ku janë dhe shkputen fare nga realiteti. Qofshin të majt, qofshin djathtë, po ai që ka pushtetin e ka më kollaj. Por ka përfunduar koha që partia është edhe një organizatë sociale. Tani së fundmi ka ndodhur me Edi Ramën para 3 javësh. Ndodh kjo plagosje e rënd këtu afër Tegut, me 4 plagosur rënd. Me ato 2 fëmijë. Jo, në fakt ishin 4, po një fëmijë është goxha edhe tani është spital në Romë, është goxha keq atje. Jo, vazhdon paraqet rreziku, është goxha është akoma në spital. Edhe i ati është një mik im i vjetër dhe fëmijët tani janë në njëjtën klasë. Dhe unë e marr vesh lajmin, shkoj në spital ushtarak, kur shkoj në spital ushtarak shoh shumë njerëz, kaos etj dhe kam shkruar Edi Ramës 11:30 natës. Më ka marrë në telefon. Dhe i kam shpjeguar situatën, kam thënë duhet ndihma jote. Ai solli 1-2 këshilltar vetë aty për ngritin këmbë, alarmoi spitalin ushtarak, ka drejtoresha e shumë faktorë tjerë. Dhe të nesme në shmarqin mëngjes erdhi dhe gruaja vet nesme atje. Nesme në shmarqin mëngjes me gruaja Ramës. Po. Nesme në shmarqin mëngjes me Melonin, me spitalin atje ku shkojnë në Itali, atje që u bë transferimi këtij fëmijës që ishte në gjendje shumë të rëndë dhe që vazhdon është në spital. Dhe gjëja që më bëri mua përshtypje se unë pres të funksionojnë strukturat janë ato që janë në një vend ashtu. Spitali bëri ai sa bëri te spitali ushtarak, por ky reagoi pasi unë i shkruajta dhe mori në telefon dhe u marr vetë me këtë histori. Tani gjëja që më bëri përshtypje, kishte ndodhur një ngjarje kaq e rëndë në fushatë. Pra, sa kishte filluar fushata. Mes Tiranës, një vend ku shumë eksponent Partisë Demokratike apo jo vetëm të asaj, po edhe të partive tjera, domethënë kanë shtëpi, banojnë, shkojnë shpesh në zona e Tegut. Ka Tegut. 24 orë spital, se unë isha gati gjithë natën dhe gjithë ditën e nesër në spital, nuk pash asnjë figurë. Që dikur kur ndodhte një gjë tillë nuk di të kujtohet. S'kishte ishte pozitë në pozitë. Po, shkon deputetët shkonin, partitë çonin përfaqësuesit e tyre. Kishte një sistem social të partive. Këta e kanë humbur këtë realitet.